është një proces ku jemi duke punu në bashkëpunim edhe me OJQ në ndihmë prej shtetit zvicran, të financuara për shtetit zvicran, për me kriju qendra kontakti apo këshillore për të gjithë pacientët të cilët vuajnë prej sëmundjeve kronike po jo ngjitse, ku mundën me marrë informata shtesë, pa pas nevojë me shku te mjeku dhe me u eduku se si me i menaxhu sëmundjet e tyre kronike, pra në mënyrë shumë më të mirë, më të suksesshme, që mos me u përkeqësu gjendja, pra me mbrojt shëndetin e qytetarëve tanë. Edhe kjo është si proces i vizionit tonë për transformim edhe të sistemit shëndetësor në gjithë kryeqytetin, pra në sistemin parësor në kryeqytet, ku kjo është qendra e dytë, ku ofrohet këshillimi, mirë po përveç kësaj tash do të vazhdojmë edhe me qendra tjera në gjithë territorin e kryeqytetit. Po ashtu të njëjtën kohë jemi duke punu që këto këshillimore faktikisht të ndodhin edhe nëpërmjet telefonit apo nëpërmjet aspektit digjital. Kjo i ndihmon edhe të gjithë sistemit tonë shëndetësor, pra sepse e liron paksa nga presioni i madh apo presioni shtesë apo presioni i panevojshëm, duke eduku qytetarët e kryeqytetit, po them sidomos ata të cilët vuajnë prej sëmundjeve kronike jo ngjitse. Është një fillim i mbar, ju më falenderoj drejtorit të shëndetësisë zotit Izet Sadiku, po Valdetit, drejtorit edhe të qendrës mjekësore familjare, po ashtu drejtorit bujarit dhe të gjithë stafit të cilët kanë punu shumë në këtë çështje, po ashtu edhe bashkëpunëtorëve tonë, OJQ-s, si dhe shteti zvicran për ndihmën që na e kanë dhënë dhe që vazhdimisht vazhdojnë të na ndihmojnë në transformimin e një sistemi modern të qytetarëve, për qytetarëve tonë. Faleminderit. Përshëndetje, faleminderit doktor. Kënaqësi, pra kemi këtu sot edhe doktor Bajramin, me AQN kemi një bashkëpunim të mirëfillt të ngushtë, me të cilët edhe e kemi transformu këtë sistem, apo e kemi bë këtë sistem tash të mundshëm për qytetarët e kryeqytetit. Doktor, erdhën kohë duhur. Faleminderit shumë. Atëherë përshëndetje të gjithëve, kryetar, kolegët e nderuar, është kënaqësi që jem sot prezant këtu në emër të projektit AQH, një projekt tashmë madhor, besoj në fushën e kujdesit parësor, shëndetësor. Ky projekt mbështetet nga Agjencioni Zvicran për Bashkëpunim dhe Zhvillim dhe tashmë jemi në vitin e 11 të mbështetjes së kujdesit parësor shëndetësor. Mbështetja është domethënëse dhe ngërthen thuja se të gjitha aspektet, shtyllat kryesore të organizimit të sistemit të kujdesit shëndetësor parësor. Faktikisht ne ofrojmë mbështetje në aspektin menaxherial, ngritjen e kapaciteteve menaxheriale, përfshirë nga drejtorët në nivel të komunave, drejtorët QKMF-ve, shefa, kryeshefa dhe kështu me radhë, dhe menaxhmenti ka të bëjë jo vetëm menaxhimin e institucionit, por menaxhimin e sistemit të cilësisë, i cili është një komponent mjaft i rëndësishëm edhe vetë projekti ynë quhet domethënë projekti i shërbimeve cilësore dhe të qasshme. Pastaj, po shkojmë pika shkurta, kemi edhe komponentën që ka të bëjë me ngritjen e kapaciteteve klinike, edhe njëri ndër aktivitetet që sot por është ky domethënë zhvillimi i kapaciteteve klinike ku i fuqizojmë mjek, infermierët dhe stafin tjetër për të ofruar shërbime sa më cilësore për kujdesin primar shëndetësor dhe me fokus në këtë aspekt e kemi sëmundjet kronike jo ngjitse apo hipertenzionin dhe diabetin. Natyrisht ne veprojmë shumë edhe me komunitetin apo me shfrytëzues të shërbimeve dhe aty e bëjmë fuqizimin e komunitetit për të ushtruar të drejtën e tyre dhe për të kërkuar shërbime cilësore, sa më cilësore kujdesit parësor shëndetësor. Veprojmë mjaft dhe kemi bashkëpunim shumë të mirë edhe me aspektin e politikë bërjes, duke filluar nga Ministria e Shëndetësisë, ku i kemi mbështet në zhvillimin e domethënë politikave, strategjive rregullore të ndryshme. Gjithashtu me komuna kemi një bashkëpunim të shkëlqyer në këtë nivel dhe edhe me asociacionin e komunave. Kështu që është një projekt them kështu madhor, i cili besoj ka ndikuar që në Kosovë të ofron shërbime sa më cilësore
Me këtë ras edhe njëherë shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj gjithë akterëve, kryetarët e komunave, drejtorët, për infermierët, mjekët, për një bashkëpunim të shkëlqyer që kemi pas për gjatë këtyre viteve dhe ju dëshiroj një punë të mbarë dhe të suksesshme me këtë këshillimore. Po duhet me theksu rolin e këshillimorës është shumë i madh për shkak se ju e dini që kujdesi primar shëndetësor e ka fokus parandalimin primar, domethënë parandalimin e zhvillimit të sëmundjes apo parandalimin sekondar, që do të thotë parandalimin e zhvillimeve të komplikimeve dhe menaxhimin sa më të mirë të sëmundjes, dhe në këtë mënyrë po fuqizohet domethënë roli parandalues, roli edukues, promovues i shëndetit në këtë qendër. Tashmë është qendra e dytë, veç e kemi hapur në QKMF dhe shpresoj që do të vazhdojmë. Është diçka që dëshiroj ta theksoj, është edhe çështja se projekti është në përfundim dhe fokusi ynë për këtë vit është thuajse projekti zgjat deri në fund të vitit tashëm, por në esencë aktivitetet do të përmbyllen thuajse tërësisht në këtë vit, andaj fokusin e kemi qëndrueshmërinë dhe tash ne jemi duke diskutuar, negociuar me institucionet gjejse që të sigurohet qëndrueshmëria e këtyre aktiviteteve. Tani më kemi një zotim nga të gjitha komunat që këto qendra janë në planet e tyre zhvillimore dhe do të vazhdojnë me hapjen e këtyre qendra, se mendoj që Prishtina ka nevojë për shumë qendra, nuk mjaftojnë vetëm dy si kryeqytet, si komunë më e madhe, kështu që domethënë kemi bërë një punë të mirë dhe me siguri do të vazhdojmë bashkërisht me këto punë. Ne dim që sot në botë faktori kryesor i vdekjes janë sëmundjet kardiovaskulare dhe ne ndërsa obligimi ynë si kujdes parsor është me luftu sa më shumë parandalim, prandaj këto këshillimore do ta kenë domethënë objektivin e vetë kryesorën parandalimin e këtyre sëmundjeve. Ne veç këshillimorën e parë që kemi hapur vitin e kaluar kemi pas diku rreth 1000 pacientë që marrin shërbime. Qëllimi është që me pasë përmendje të kryetarit çdo qendër këshillimore të tilla, përmes tyre ne arrijmë që qytetarët që kanë këto sëmundje kronike, të cilat do t'i kanë gjatë gjithë jetës, me vetë menaxhu, me ndihmu, me vetë menaxhu, me ju ik komplikimet që janë shumë të shpeshta sot të këto sëmundje dhe sa më shumë që ne ju ikum komplikime, mundësia për trajtim më të lehtë është më e vogël dhe më pak kushtueshëm dhe realisht domethënë i ikum ngarkimit madh të mjekut që i bëhet mjekut familjar, për arsye se këta pacientë shpesh për një matje sheqerit ose të matje tensionit shkojnë te mjeku familjar dhe sot nuk ka nevojë, për arsye se këto shërbime do t'i marrin në qendrën nga stafi i trajnuar, e zakonisht është stafi infermieror. Ne do të vazhdojmë edhe projekte tjera, domethënë që kemi pas si Prishtinë, domethënë me qëllim të forcimit të projekte parandaluese, prandaj po ju falenderoj edhe juve sot që jeni me ne, se gjatë gjithë kësaj periudhe mbi 4 vjeçare keni qenë dora e djathtë e jona që me përkrahasë këto ide, po i ftojmë këtë qytetarë që me ardha shërbimet, gjithë pacientë që kanë sëmundje kronike me ardha ata që janë të lagjës Dardanit dhe Olpianës, me ardha është në qendrën këtu me marr këto shërbime. Faleminderit. Sigurisht që po, ju e patë edhe domethënë janë këto që pacientë, domethënë kur vjen pacienti këtu, qëllimi është që ai përveç që jepet këshilla për mënyrën e jetesës, mënyrën që marr terapinë me rregull, mënyrën që ushqehet, njëkohësisht i preferohet që ai me bë vet kontroll, që domethënë çdo ditë me mat sheqerin ose shtypin e gjakut dhe me shënu në librezën e vet. Dhe mbas një javë ose dy kur vjen të kontroll, motra e shet çush është infermiera e shet çush ka qenë gjendja e sheqerit, ose ai shet që sheqeri ka qenë i pa menaxhuar. Atëherë orienton te mjeku familjar dhe mjeku familjar pastaj mbas ankesës që ka pacienti, ose shet që ka mpidet, ka probleme me të pamë, e orienton te pacientë të mjekë të tjerë, domosdoshmë specialistike, por qëllimi ka qenë që me qenë kontakt me pacientin. Se shpesh deri tash pacienti vjen vetëm kur ka komplikime shumë të shtuara te mjeku, edhe atëherë do të bëj amputimin, ai është shumë më i shtrejtë se me pasti çdo muaj një takim me të, një sugjerim me të, një këshill për të, se sa me ardh te amputimi ose te verblimi që vjen shpesh te pacienti. Prandaj për këtë arsye mos me lanë me ardh komplikime që janë pasojë e kësaj sëmundje, qëllimi i këtyre këshillimorëve është ato kanë me parandaluar dhe kanë me ndihmu pacientin vetë menaxhu sëmundjen. Faleminderit shumë edhe juve. Kryetari pyetet lutem, kanë kaluar më shumë se 2 muaj, ende nuk e kemi një kabinet. Po nuk është. Ju referua drejtori shëndetësisë doktor Izetit. Më fal. Nuk është e vërtetë që s'kemi kabinet. Kemi kabinetin e plotë dhe jemi duke punuar ton kohën. Ka ndryshime të emrave? Po tash ndryshimet ndodhin ton kohën, mirë po e vërteta është që kabineti është funksional dhe jemi duke punuar në të gjitha sferat. Po më hanë askush, por se kemi pa kabinetin zyrtar të mandatit të dytë. Po kabineti është i vazhdueshëm dhe jemi duke punuar. Derisa nuk bëjmë ndryshime, është kabineti
projekti ekzistues. Domethënë drejtori i shëndetësisë vazhdon të jetë doktor Izet Sadiku. Siç po e shihni, është doktor Izet Sadiku. A ushton tani drejtori e re apo pritet më ushtu? Pritet me ushtu, unë i kam paraqitur drejtoritë e reja që duhet me pasur drejtori të turizmit për shembull, që tash e kemi kështu sepse është me interes shumë të madh për kryeqytetin, drejtorinë për zhvillim ekonomik edhe për qytet të mençur, sepse prapë është po them një drejtori e cila i vyn për zhvillim kryeqytetit edhe normal për tjerat ju lajmërojmë sapo të kuptojmë edhe ne. Okej. Okej, faleminderit shumë.